Çfarë po mendon? Sigurisht unë kam bërë rrëfimin, edhe ky rrëfim që unë kam bërë në lidhje me jetën time është vetëm 10%, nuk janë gjërat e tjera akoma më shumë të thelluara. Edhe nga njëra anë nuk e di pse për momentin, ndërkohë që e shoh veten time në rrëfim, ndihem sikur nuk ja vlen që ky lloj rrëfimi nga jeta ime me marrë deri diku edhe kohë televizive, se kur e mendoj ecuria e jetës time deri më sot mund të jetë deri diku e zakonshme dhe problematikat e zakonshme, ndërkohë që në kohë paralele kemi fëmijë që vuajnë për kushtet e jetesës, kemi fëmijë që vuajnë nga mungesa e prindërve, kemi fëmijë që vuajnë nga problemet e thella shëndetësore që kanë shumë pak gjasa për të shëruar dhe për të jetuar në jetë. Po ashtu kemi fëmijë që në momentin që flasim edhe po të jenë të lindur në kushte shumë mira materiale me miliona dhe miliarda, janë po ata fëmijë të cilët që në momentin që lindin dhe vinë në këtë jetë, janë ata fëmijë që rrethohen vetëm nga njerëz të interesi dhe vetëm nga njerëz që mezi presin të gjejnë pikat e dobta të familjes të atij fëmiu për të rrëzuar familjen e tyre. Dhe po ashtu kemi fëmijë të cilët jetojnë në familje me problematika shumë thella ku kanë edhe frikën me dalë për jashta se nuk i dihet se çfarë ndodh. Dhe dua të theksoj, janë edhe ata fëmijë po ashtu që dalin edhe jashtë kufive në momentin që po flasim ne, dhe një zot e din se në çfarë cepi të rrugës ndodhen, në çfarë tavoline mund ndodhen dhe mundësisht në çfarë dhome mund të ndodhen. Alba, më lejo të të ndërpres, sepse të them të vërtetën, unë këtë që ti po më thua tani, e lexoj si një mburoj që ti ja ke vendos vetës tënde për të larguar traumat që ti ke, edhe për mos fol për ta. Por vetëm se dua bëj një paralelizëm, ndërkohë që unë jam thjesht një fëmijë që thjesht nuk jam për krah për ato që unë jam, dhe gjithmonë vjen momenti, dita që i përvesh vetë mëngët dhe do ta realizoj ato që unë dua dhe ato për të cilën unë ndjej se jam gatuar për të ardhur në këtë jetë. Thjesht jam një vajzë si shumë vajza të tjera të cilat nënshtrohen edhe në dashuri, ju ndodh edhe kjo gjë, dhe jam pastaj edhe një femër si shumë femra të tjera të cilat i ballen vetë sistemit. E cila nënshtrimin në shoqërinë shqiptare të vajzave, më lejo të të them që është po aq problematike sa shumë probleme të tjera që ti rëndite në. Ndaj, është mirë që sonte të flasim për ty, është mirë që sonte të heqësh dhe të ulesh pak mburojën tënde, sepse përveç faktit që do të tregosh një shembull të mirë, teksa ti ja ke dalë nga një marrëdhënie nënshtrimi, të paktën referuar rrëfimit që ti ke treguar. Rrëfimi yt, më lejo të them, ka qenë më i gjati se i gjithë pjesës tjetër. Njerëzit që punojnë, stafi unë ka dëgjuar 4 orë një rrëfim të dhënë nga ti me shumë mburoja të tilla që unë e lexoj edhe sonte njësoj nga ti. Por e di pse Luana? Pse Alba? Besoj shumë që çdo gjë vlerësohet nga Zoti në këtë jetë dhe në këtë jetë jepet edhe vetë shpërblimi nga ai. Pra, gjithmonë vjen dita dhe zbardhet çdo gjë edhe për ne. Po, por ke mundësi sonte të thuash atyre vajzave që njësoj si ti dikur, janë në një marrëdhënie jo lumturisht të martuara, jo të trajtuara me respekt, me vlerësim, pa dhunë, ashtu siç meriton çdo vajzë shqiptare të trajtohet. Ti ke zgjedhur ti thuash stop kësaj, dhe unë them sonte ta ulërasësh këtë. Të gjithë femrave që po na ndjekin, që mund të jenë në situata shumë vështira, zgjedhje dhe dyshimi se a ka edhe një jetë pas kësaj, patjetër që ka edhe një jetë pas kësaj, në rast se të gjithë njerëzit i keni kundër për vendimin që ju doni të merrni, për të dalë nga jo vorbull që nuk dini më se si ta jetoni jetën, po edhe duhet patjetër dilni,
pa marrë parasysh opinionit gjithë publiku, gjithë njerëzve dhe përfshirë edhe familjes, ju thjesht duhet ta merrni hapin, të dilni se përjashta është një botë aq e bukur dhe do gjeni njerëz aq fantastik që do t'ju pranojnë pikërisht për atë që ju jeni dhe madje do gjeni edhe njerëz që pa që nevoja që ju të flisni, vetë do e dinë se çfarë ju duhet dhe do ju ofrojnë ndihmën. Zoti i sjell gjithë. Thënë kjo, duhet të ndalem edhe tek një copës shumë e rëndësishme, shpirti që është pa diskutim familja. Po. Po ashtu në rreshta dukshëm lexohet që ti ke kohë të gjatë pa komunikuar me ta. Sa kohë ke ti pa i takuar? Dhe Alba, është krejt normal edhe të qash, Alba. Nuk ke nevojë të jesh gjithmonë gocë e fortë. Më duhet të them diçka, po më dëgjoni pak nga fillimi, se s'dua të keq kuptohet që në fillim. Këta 3 vitet e fundit që kur ndryshoi jeta ime 180 shkallë në çdo aspekt, familjar, shoqëror, edhe kushtet e jetesës, kam nisë gjë nga zero vetë dhe e pranoj me plot vetdije nga ana ime, kam rallu vetë komunikimin me familjarët e mi, jo se nuk dua të komunikoj me ata, por duke ditur synimet e mia të larta, duke ditë se si funksionojnë sistemet, dhe duke ditë që për ata synimet të larta, se sa rrezik i lartë merret, doja që për këtë periudhë të jem sa më e paprekshme për prindërit e mi në mënyrë që ata të mos shohin vuajtjet e mia në çdo hap rreziku që unë kam hedhur deri më sot. Alba, ku jetojnë prindërit e tu? Prindërit e mi jetojnë në Struk. Jetojnë në Struk. Dhe a mund të të bëj një pyetje direkte që po ja lejoj vetes sonte? Edhe po e quaj këtë si bashkëbisedim në rast se do të isha me ty jashtë kamrave. A është një ndër arsyet mentaliteti që është i ndryshëm? Jo, nuk është çështje mentaliteti. Prindërit e mi përkundrazi, në rast se i takon dhe bisedon pak me prindërit e mi, ata janë shumë perëndimor, janë europian. Por shqetësimi që unë kam, duke njohur veten time, se çfarë hapash unë marr dhe çfarë rreziku marr në jetën time, duke njohur veten time që nuk ndritet çerpiku për asnjë gjë, dhe duke ditë se sa ata shpirt prindi shqetësohen për fëmijën në rast se e shohin në situata të këqija, unë vetë bëra këtë lloj hapi, por duke ditur gjithmonë që ka për të ardhur në të ardhmen dita që sapo u dha edhe tek rrëfimi im, që do t'jem unë, ajo, me plot krenari, me gjitha gjërat e realizuara, do trokas vetë tek dera e tyre, dhe do t'ju them që ja dola. Unë di them që si familja nuk ka, si prindërit nuk ka. Dhe dua të sektoj. Kështu që nuk i di arsye që ti që do ndjekin këtë pjesë, edhe dua ta shfrytëzoj rastin. M'bëhet shpirti i cop kur gjatë gjithë kësaj periudhe, çdo fundjavë mami më telefonon dhe thot Alba jemi nisë për Tiranë, ndërkohë që unë i them më falni, por unë jam jashtë Tiranës. Ndërkohë që unë jo thjesht jam jashtë Tiranës, mundësisht jam edhe jashtë shtetit, duke ndjekur hapat për gjërat që unë synoj t'i kap në jetë, dhe jo thjesht të dal të lëviz vetëm për shefin tim. Bëhet shpirti cop, sa herë që vjen ajo telefonat dhe bëhet shumë ti bëhet shpirti cop, sa herë që ja jap përgjigjen që unë nuk jam aty. Alba, unë jam një gocë për vete që kam 15 vjetë që punoj, por me thënë të vërtetën kur në jetën time si kam thënë mami tim nuk jam aty për ty. Jo, nuk jam aty për ju. Dhe nuk e kuptoj dot arsyen tënde. Pra, do doja që sonte ose të zgjedhësh të rrëfehesh, pra t'i thuash të vërteta siç janë, ose nëse situata është kështu, më vjen të keq të them unë personalisht, nuk e di si e ka opinionin publiku, nuk mund të mirë kuptoj. Jo, Luana, në momentin që mund vjen telefonata që Alba ne jemi nisë për Tiranë, unë realisht nuk kam qenë Tiranë, kam qenë jashtë shtetit.
dhe nuk ka se si unë të nisem direkte që unë të arrit Tiranën, në momentin që ata janë nisë Tiranë, nuk është që unë nuk dua të jem aty pranë atyre, nuk është që unë nuk dua të bëj për ata, unë kam bërë për ata dhe jam gjinë pranë tyre. Dhe ti po thua që në 3 vite nuk e ke gjetur kur mundësinë që ti pa tjetër që kemi pas kontakt, thjesht kontakti është rallu vetëm për arsye të lëvizshmërisë time të lartë, pas gjërave që synoj unë make-up, jo për veten time, por edhe për familjen time. Më lejo të t'jap një këshill, gjej kohë për prindërit, sa i keni jetë. Është shumë e vërtetë. Nëse është ky rasti, të lutem. Gjithsesi, ne familjen tënde e kemi kontaktuar për qenë pjesë sonte në fermë, ashtu siç ndodh me çdo fermer. Më lejo të shkoj deri në fund, lutem Alba. Dhe ata nuk janë sonte këtu. Ka ndonjë domethënie kjo për ty? Nuk dua të mendoj më të keqen. Unë e di shumë mirë që ata kanë shumë besim të unë, edhe ata edhe vete kanë kuptuar deri diku lëvizshmërinë time të lartë periudhën e fundit. Jo se unë dua të largohem nga familja, thjesht është një fazë që unë e konsideroj në jetën time që bëj një sakrificë me veten time për të kapur disa gjëra, për të qenë pastaj rikthim fuqishëm pranë familjes sërish. Por jo se me shpirt dhe me zemër jam larguar nga ata momentet kur unë fizikisht kam qenë larg tyre. Nuk kam qenë larg tyre fizikisht për arsye të qefit, kam qenë larg tyre fizikisht për disa synime shumë të larta që unë i kam në jetë. Për disa gjëra që e shoh dhe e ndjej përgjegjësi që duhet ta bëj unë, jo vetëm për vete, po edhe për familjen time. Pra, sakrifikoj prezencën time fizike, jo në 100% absolut, patjetër që jo. Okej, se po më përsërit të njëjtat gjëra. Mua më vjen keq me thënë të vërtetën që ata sonte nuk janë këtu, do doja që të çija aty, pikës pari teksa përqafohesh, e shmallësh me ta, po edhe jam e bindur që shpirti i një nëne për fëmijën e vet nuk besoj që ka gjë që e zëvendëson në ta fjalë dhe. E vërtet. Mirë, faleminderit Alba. Të lutem ktheu në arenë. Asvllai nuk ka? Siç të thash. Asnjëri. Ndonjë mesazh nga to? Për momentin nuk kam asgjë. Në rregull, vetëm dua ta shfrytëzoj momentin, vetëm disa sekonda, me ju kërku falje për mungesën time në shumë festa dhe fundjava. Por Okej, Alba. Nuk ka qenë thjesht nevoja, nuk ka asnjë arsye tjetër. Okej, të lutem të kthehesh tek arena. Po e kam bë për të mirë, jo për të keq. Nuk vi dot. Jo, s'po. Nuk vi bos, Albano, bos. Nuk më intereson asnjë gjë tjetër, nuk vi dot. Më intereson asnjë gjë. Është thjesht një fazë në jetën time, nuk është që si dua. Ty edhe vazhdo të rego forcën të ty. Nuk vi dot. Më çoni pak tek Alba. Alba, Urdhër. nuk besoj që ka prind në këtë botë që e vën në dyshim dashurinë e një fëmije, po ta përsëris. Jam e bindur që ata të duan siç ti i do njësoj, sepse është një gjë që nuk ka gjë në këtë botë më të fuqishme për ta thyer. Pikë së pari.
Jo, nuk vi dot. Nuk vi dot të një persona si gjë. Tash ti je shumë gotë fort. Nuk vi dot. Nuk vi dot. Shumë e zonja për të. Tani keq interpretohet sikur si do prit. Jo, nuk keq Jo, interpretohet. kena kohë të tregu kjo gjë. Alba, hajde. Nuk vi dot. Të lutem që Po, nëse më keni kthyer mua në studio, Nuk dua. Maleni, nuk dua. A të interesoj 3 minuta? Çfarë? 3 minuta, të interesoj. se Jo, e kuptova. Për shkak të kamerës se nuk ishte. Alba, e ja me mua pak dhe njerë në previcë të lutem. Ullu dhe një qatë Luana, ullu. Alba, e ja me mua të lutem dhe njerë. Tani, ne të dyja do flasim hapur, do ulim muret, se unë arrit të kuptoj që ti ke ngritur një mur mbrojtës, edhe një rrëfim që ke dashur t'ja thuash kokës tënde, vetës tënde, dhe ndan dhe sonte me ne, por unë dua të di qa ka brënda shpirti jotë, sepse ke pranuar të jesh në një reality show, dhe besoj që i detyrohesh publikut që të ndjek, të voton dhe të do, ti jesh 100% e vërtet. Unë nuk dua të detyroj dhe të imponoj. Gjithçka që unë dua është që ti të ndihesh mirë dhe të thuash të vërtetën se është e vetmja gjë që të nderon. Luana, nuk është si dua prindërit, edhe nuk është, unë nuk jam aty për ata, unë jam në çdo lloj forme për ata. Është thjesht mënyra si kam zgjedh për momentin të jetoj jetën me rreziqe që i marr përsipër, që më bën të jem pak larg këtyre. Okej, ti vazhdon më thua të njëjtën gjë. Nuk di se Alba, si unë ta dua shpreh që ndryshe. të jesh Janë disa gjëra mirë. për cilat Vendimet edhe janë- nuk bisedohen. E kuptoj, vendimet janë të tua. Po. Besoj që Edhe- sa do të jetë rrugtimi i gjatë, Dhe je njerëzit që koshciente janë që në rrethin tim, njerëzit të cilët janë në rrethin tim dhe ata njerëz që më njohin, e kuptojnë shumë mirë se për çfarë flas. Dhe momenti që unë do dal nga këtu, do jem unë ajo që do ju drejtohem prindërve të mi, edhe do ju asqaroj disa gjëra për këtë 3 vjeçar të fundit. dhe unë jam e bindur që prindrit më shumë se kush do tjetër falin. Falin për. Dhe dua të thektoj diçka që pavarësisht faktit që ekziston pak kjo largësia kërkon e fundit shkaku i lëvizjes time tepër të fizike, edhe jashtë shtetit. Unë e di shumë mirë që ata janë shumë krenar me mu, sepse në çdo moment të jetës, gjithmonë rezultatet e veprimeve të mia ju a kam tregu pozitive dhe ata jam mësuar me faktin që unë veproj në heshtje dhe rezultatin e kanë gjithmonë pozitiv. Dhe pjesa e kyçes në televizion nuk është se u bë një situatë shumë e rëndë, sado kudo që ata nuk e përkrahnin si ide, nuk e kam përkrah as kur kam qenë e vogël, pjesa e televizionit edhe botës së artit. Ata sërish i kam pas përkrahësit e mi numër 1, sepse gjithmonë kanë besim tek unë, tek forca ime, vendosmëria ime dhe që gjithmonë ja dal mban me çdo gjë. Shumë bukur. Tani me këtë fjali që e the me zë të lartë, dhe besoj që siç e dëgjuam ne, dëgjove edhe ti vetën tënde derisa e artikulon, të kërkoj që të qetësohesh dhe të kthehesh në arenë. Jepi. E ja me mua Alba, të lutem. Luana, dua të them edhe diçka. Ti ndërkohë je në një nominim, kështu që mund t'jetë edhe mbrëmja e fundit, mund t'jetë edhe që ti të qëndrosh deri në fund, kësaj rrugtimit tënd nuk i dihet. Por kurdo qoftë ai që nuk do të jetë shumë i largët, sepse sido që t'jetë ky format në verë mbaron, për mos dhënë kështu datën finale, do kesh mundësi që të takosh me prindërit e tu dhe të sqarosh gjithçka. Luana, dua të them edhe pjesën që jam shumë krenare për prindërit edhe për vllajin që kam. Dhe nuk i ankohem për asnjë gjë në jetë deri më sot, edhe në momentet në rast se në fazat e mia të rinis e kam llogarit si pengesë diçka,
unë prap ju jam shumë falimnderuese sepse e di shumë mirë se çfarë do të thotë dashuria e prindrit për fëmin dhe kujdesi që ata kanë për fëmin ndaj gjërave të rrezikshme. Që unë sot e kësaj dite kur nuk ju ankohem për asgjë, përkundrazi ju jam shumë falimnderuese. Në këtë jetë ka kohë për çdo gjë, edhe për gjëra që nuk i kemi realizu, kur kemi dashur me realizu, jeta është shumë e gjatë, sa që mund të realizohet çdo gjë, dorën tonë është t'i përveshim mëngët dhe t'i japim fuqishëm asaj që ne duam. Tani përvishim mëngët, jepi fuqishëm dhe ktheu në arenë, të lutem. Faleminderit për mesazhet tua. Pasat. Kthehemi ne pak në studio. Si është një këtë rrëfim? Jetojmë në kohëra ku sa më shumë i mshon të vërtetës, aq më shumë gjykohesh Dhe se je duke gënjur. duket sikur i friksohet të vërtetës apo duket sikur Alba gjithmonë thot shumë gjëra dhe nuk thot asgjë në të njëjtën kohë. Unë i Në fakt, pari kam ka- shumë qejf ka të një zbuloj. histori. Është e vërtet, jo. Ka një jo, jo. histori Është e vërtet, duhet ta kundërshtojmë. frymëzimi, le ta themi. Pra, Alba ka mbijetuar në situata të vështira që ndoshta në shoqërinë shqiptare shumë vajza përjetojnë. Dhe unë nuk e kuptoj pse e mirë kuptoj. devijon të vërtetën. Po, Zhak. Më falë që të ndërpres, po thjesht nuk doja që të shkoj shumë, do më thënë se nuk doja që Më ta çoni pak të previcën Po, fal, Zhakut. Po. Hajde me Shi, ke një dashuri dhe një shoqë. A mund t'i flasë diçka? E ke më të mirë. Nuk si shkita, sa gjë. Pak edhe sakt. Hajde, të lutem se duhet të fillojmë emisionin. Alba, të lutem, hajde. Hajde. Hajde, uri dhe vëndi, hajde. Nuk më intereson as emisione, as gjë. Kujdesi, hajde, uri dhe vëndi. U transmetu shumë keqën. Jo, kena gjithë kohën me rregullu çdo gjë, ishte thjesht një paketë stresuar. Jo, është transmetu shumë keq, nuk është ajo. Do vi fulish të më. Themi në studio. Më pëlqen që janë bashkuar për ta përkrahur dhe ata që nuk e përkrahin. Më në fund, jo, vërtet, sot ka ndodhur, e kemi kthyer për mbys çdo gjë, çdo parashikim. Faleminderit Fundit ty të- një herë të- para, të bravo mbesim se njerëz, ke faleminderit. patur një mbrëmje shumë të vështirë sot. Të Faleminderit, përgëzoj Pat. për mënyrën si e menaxhove këtë gjë. Faleminderit. Doja Unë dua të shoh goca të forta që e përtasin forcinë e tyre. Patjetër. Kjo është lufta që kojmë të... Që e tregojnë me vepra dhe jo me shumë gërthima. Por ajo çfarë doja të theksoja është, mendoj se Albës i mungon i mungoj mënyra e dur për të shpjeguar jetën e saj, mendoj unë, çaloj pak në fjalët e vakta, në mënyrën e vakët se si e përshkroi, dhe kjo jo për fajt të saj. Albës bravo i qoftë që gjithsesi ka një lloj niveli intelektual që është për tu admiruar me gjithë vështirësitë që mund të ketë patur në jetë. Unë vlerësoj shumë faktin që ajo ka shfaqur një lloj rebelizmi dhe për të ndjekur ëndrat e saj. Mendoj se kjo është ajo çfarë ajo nuk di si ta shpjegoj. Nuk dua që Alba tani të duket përpara njerëzve sikur është në një 007 edhe është me mision sekret, por është, mendoj se Alba vërtet ka shumë ëndra. Jam e lumtur që ajo po realizon ato. Nuk mendoj se do më thënë, ne të gjithë kemi patur, edhe unë kam patur kesh kuptime me prindrit, gjithë dhe në ndodhë. Nuk besoj se ky do jetë në një rast shumë dramatik, madje mendoj që Alba në fermë e ka prezantuar veten vërtet shumë mirë dhe prindrit dhe familja duhet jenë krenar. Si do që tjetë besoj që fëmija është një copë shpirti i prindërve që nuk ndahet do të kollaj, kështu që... Do jetë një happy end, jam e sigur. Absolutisht. Ka zënë nëse ke gjë për të shtuar? Jo, ti e the vetë, paga shumë unë, për shumë personalisht, sukseset e mia, si fillim ja dedikoj familjes dhe pastaj vetes. Dhe vetëm është shumë e vështirë në këtë botë, pa prezencën e familjes. Vërtet, mund t'isha Alba, kushdo tjetër unë i uroj më të mirën dhe të ribashkohet me familjen, pa diskutim. Ajo në këtë moment ndoshta ndihet si një bark, si vark shpëtimin mes të oqeanit, ashtu e përhumbur. Por siç ka ditur të krijojë ciklonet, mendoj që prapa ajo do ta mbledhi për t'i dhënë edhe një drejtim erës vetë brenda aty në fermë. Po. Okej.
Shoh që Alba ka ndruar vend, ka shkuar tek Thonë që unë kom qenë në zonë me punë, tani tu marrë me jetën çate. Kaç? Çka ka këtu? Asë gjë të keqe s'ka. S'pun për cilët aq. Po pra ja duro se tash Femej, Gjithë ju ndodhin Ora është keq kuptim nga emri. Alba, jam sërish me ju? Ja, Luana, more po. pozicionin për të treguar që jam e fort, nuk qaj unë. Pse qa ka një gotë që të qanë dhe të regon që është e fort, po brënda në shpirt ka vujtjet e veta, ka traumat e veta, ka sfidat e veta, edhe ja ka dalë në banë. Qa ka të keqe këtu?